Banka Botërore ka dhënë disa shifra inkurajuese për ekonominë e Kosovës. Sipas një prej institucioneve më të rëndësishme në botë, ekonomia e Kosovës në vitin 2024, pra vitin e fundit, është rrit me 4.4%. Ekonomia me rritjen më të madhe në Ballkan. Ndërsa ekonomia e Shqipërisë dhe Serbisë janë rrit me 3.9%, pra 0.5% ma pak se sa këto dyja që janë rrit, domethënë vendin e dytë që janë. Ndërsa tjerat janë rrit edhe ma pak. Mirë po, lajmi më i mirë është që edhe si vjet, ekonomia e Kosovës pritet të rritet mas shumtin e Ballkanit sërish. Do thotë 3.8% e jep Banka Botërore, ndërsa për ekonominë e dytë thotë që ka rrit ekonomia e Serbisë me 3.5, ekonomia e Shqipërisë me 3.2, e Malizi 3 e kështu me radhë. Do thotë ekonomia jonë është të rrit, normal që kena problemet tona, mirë, por nëse vazhdojmë me këto trende, nuk kemi më konë të fundit e Ballkanit, kemi me ka përcy dhe vende. Kjo politikë nuk ka çka i friksohet as kujt. Faleminderit. Bani një follow projektit.